Torturat më të këqija kanë qenë në rrahja kamve, në shuplakat kamve këto. Kur na lidhnin për karrige, na rëzonin dhe kam të zbothëra dhe na sjellnin kamve, edhe na detyronin mu çu me ecë dhe nuk kishe shans, nuk kishe mundësi me ecë. O kanë tortura më e rëndë që kom përjetu që s'ni kom përballu. Ma liqë nëse muj me cek djalin e madhe kom lindën mal. E menojsha vetëm qysh me pështu e djalin. Përshëndetje për juve. Përshëndetje për juve. Po vazhdojna me pyetja me njëherë, edhe pyetja e parë kishme qenë në cilat demonstrata ke marrë pjesë në fillim, si që dim, ju jeni pjesëtari i demonstratës. Po, faleminderit për vizitën, mirë se keni ardhur. Në fshatin e Zers, në fshatin e Herek. Fati ishte ashtu që ti jem një fëmijë i rritur në kohën e trazirave, në moshën pikon 16-17 vjeçare në vitin 89, sepse unë jam 66. Kam pas fatin tim në shkollën e mesme dhe kam përjetu si fëmijë, në 81 nuk kam ditë fort. Kam u i qenë pjesë mars, po tu mos e ditë se çka u të ndodhë. Kam pa turmë dhe jam hija ashtu fëmijë, po në 82-ën jam shumë i vëdësuar dhe kam qenë pe pjesë marsve dhe pe organizatorëve. Edhe bile, kur kanë fillu demonstratat, janë edhe ngjizimet, fillojnë të sporti në qytetin e Ferizat, ku një kafeteri sport. Pikërisht aty fillojnë demonstratat e vitit 82. Jam pjesëmarrës dhe jam i arrestuar në 82-ën edhe i burgosur. Kuptohet në atë kohë kanë qenë regjimi edhe inspektorëve shqiptarë, sepse atëherë nuk ka pasën tjerë që në arrestojnë, mund kanë arrestojnë personalisht Ali Hoxha dhe Milan Viqa, që janë, Ali Hoxha ka vdekë para 2 vite dhe Milan Viqa është gjallë ala. Jeton, vepron, edhe pse për kundër torturave që ne kanë bërë, jo vetëm mu, po një pjesë të madhe, bile në atë kohën ku jam arrestuar, është arrestuar dhe Sani Ali, ishte deputetja e komunës Ferizat. E shumë tjerë që nështë asë më kujtojnë për momentin, po ka qenë një kohë e demonstrata që o duhet i bashkuhin këtë njerëz, po nuk disa ka që ka një vetin madhëtar janë bashku, disa jo, në shikonin nga trotuarët. Në 83-ën përgatitëm një këngë me disa shokë të shatit edhe me një kushërin. E përgatitëm një këngë për Xhaxhin Enver, që ishte rrëpsisht e ndaluar në atë kohë, po na e përgatitëm edhe ne montonin ngjizimin në autobus, edhe aty e morëm një shpërblim për sigurimin shtetëror për këngën e Enverit. Na maltretu, nuk na kanë burgos, por na kanë maltretu deri në pikën e fundit me vrejtje që mos përsëritet më. E kështu merret. E kënga çu shfillojke? Ne mindel me pioner. Do t'ja çojmë Xhaxhin Enver. O hej, ka qenë ajo fjala, o hej. Po, është problem, nuk shumë kujtojnë gjitha fjallë, po e di që si pjesë e strofës që e ndismi ma në shpirë, kur një mindil me pioner, do t'ja qojmë Xhaxhin Enver, o hej, aman. Ate ka qenë shumë e bukur, po ishim të rijat në atë kohë dhe nuk ishim që e dinim nërës edhe se dishmi rëndësinë e fjallës. Deri sa e ka qenë ndalume? E ndalume rrëpsisht flitet për Enver Hoxhën, o konë rrëpsisht e ndalume. Na tregove Basi Bajram që kishin edhe një burgosën gjatë demonstratave dhe ke pas tortura, cila ka qenë tortura më e madhe që të është ndodhur atje? Torturat më të këqija kanë qenë në rrahja kamve, në shuplakat kamve këto. Kur na lidhnin për karrige, në rëzonin dhe kam të zbothëra dhe në sjellnin kamve, edhe na detyronin mu çu me ecë dhe nuk kishe shans, nuk kishe mundësi me ecë. O kanë tortura më e rëndë që kom përjetu që s'ni kom përballu. Jam detyruar me ecë në gjoj, sepse kur e shkelja tokën, po shkelin baskia. Edhe s'ke shans, po nuk më ishe me përballu, do thonë 2 kam këto nuk është me lëshonin pe torturës, sepse nuk e kisha ditë, si isha i përvu, isha fëmijë, isha i ri edhe gjykata nuk e dhonë një dënim
merituar për mua sepse isha në moshën 18 vjet, se për ndryshon do të kisha psu, sikur që kam psu shumë kolegë që kanë qenë më të mëdha, demonstrantë që kanë të frizojt, që kanë marrë pjesë në atë kohë edhe kanë vujtë edhe dënimet me vjet, po unë kam qenë në 18 vjet edhe kështu që mosit mitun torturës me kanal, me la invicja sidomos. Me la invicja sidomos. E pse në shqiptar me i bo këto... Po, me të thonë drejten, punën e këtij inspektori, në kohë që kam pas problem veç në kohën e 82-s, po me këtë inspektor kam pas problem deri në vitin 85. Sepse edhe në vitin 82 kur u preshtu për shkollës, sepse mas 21 ditë që liçi na mbajtën edhe na lirun, shkolla na preshtoi sepse ishte rregull si nacionalista më na preshtu për shkollës, se ndër dy kam qenë. Na vitin tjetër u kthyem, na mësuan me shku të njëjtën shkollë, po me një vit të humbur. Na kur e kemi festu përfundimin e vitit dytë, edhe përfundimin e vitit tretë në shkollën teknike, kam pas problem me të njëjtin inspektor edhe 2 herë tjera. Në kanal midis qytetit sepse unë kam qenë instrumentalist, kam pas një qefteli edhe në kryq qeftelisë se kam pas një tufë kuqezi. Dhe për atë tufë kuqezi më kam maltretu që këmi la invicja të 2 herat. Bile herën e më të keqe kur qyteti ka qenë për plot banor të sjellë aty qytetar, ai më ka arrestu midis tyne se ti po provokon me këtë tufën e qeftelijës të ke dalë me provokuën, e kështu që kam qenë në përcjelljen e tina në stop, edhe sot është i lirë, edhe në kohë raport që e foli për punën e këtij Milaimi, po për që di kur njët, as prokurorët, as nuk merret shteti me këto sene, bile, është i privilegjuar, që ka qenë ky ka që i të mërshëm për shqiptarët, është i privilegjuar për disa deputetëve në 70 kovendi komunal të Frizojt edhe që shkojnë në qeveritë të Kosovës, është i privilegjuar se disa për ty në pinë kafe me ta, rrinë me ta, une as nuk mund të rrinë me ta, as nuk pi kafe me ta, ku mendu që ditë në vjen njerëz do të përgjigjen për gabimet e tyne, e që nuk po përgjigjen, ne shka kemi pësu, na pëjmojmë veç si në kujtes kalunën e hidhur, derisa drejtësia ta thotë gjë. Me thonë fat, nashta në fatkeqësi ka qenë edhe njoja me bashkëshortën. Po e kisha unë fjallën me bashkëshortën se fletë, po pse ja? A mundesh më na tregu pak qysh kanë qenë fillimet e juve? Po fillimet kanë qenë, na jemi njoftuar në shoqëri. Në Altenitën. Dhe u lajmërova unë si këngëtare. Atë unë joftum si shok të mirë. Unë kam qenë këshillë organizative, unë kam qenë në hapjen e audicionit për pranimin anëtarëve të ri. Edhe vazhdum. Prej shoqënisë, edhe në atë kohën teme, kur jam njoftu me Bajramin, kena pas trazira demonstratave. Pastaj në përvarrime që i vrojshin shamo ushtarët në atë kohë, edhe kena vazhdue qështu bashkë deri martesë. Po ne e dim që edhe jo keni qenë shumë kontribuse në luftën që ka ndodhur në Kosovë, mundesh më na tregu një histori që keni përjetuar? Historina kena përjetuar shumë. Po me cek historinë kur na i kanë kollë shtëpijat, as kemi pas ma, vetëm ishmi në mal me fëmijën. Në fëmijën e kom pas edhe fëmijën ma liqë nëse muj me cek djallin e madhe kom lindë në mal. Me 26 korrek a lindë? Me 26 korrek. A me 26 korrek kemi pas ofenziv? Aja është në kujtesën tem kur nuk harrohet. Në të merë, në të flakë të vendit, edhe lindjen e djallit. E menojsha vetëm qysh me pështu e djallin, mirë po, dashti Zotit, pështu na si popullat, si civil, kemi pështu krejt. Shka jemi ka në pyll. Për civil, shka jemi ka bashkë, nuk i di dikush që ka pësue dishka. Jo, në qatë ko jo. Nuk kanë mësu, po kontributi ty në nduft, po flasë për familjen teme, po se i këtë ata që kanë kontribu, nana jeme, me motrën dhe me bashkëshortën time, kanë qenë familjes teme, domthon që kanë përgatitur ushqim edhe veshmbolljen e me pastru shtapit përgjithshëm, se pasi shtapit përgjithshëm ka qenë këtu, te na.
në shtëpinë e Malish Begës dhe Sadri Begës, sepse dy shtëpia. Edhe gruaja Hoxhës me vojzë dhe me re, edhe ato trija, edhe tritena 6 veta kanë qenë pi ditës por deri në përfundim luftes kanë qenë shërbim të shtabit. Do në ushqimi dhe veshmbathja kanë varë për këtyne 6 vetave. Unë nuk më kujtohet që ka bon dikush tjetër një diçka më shumë. E për që di, këto 6 veta që kanë kontribu për ditës por dhe në fund, nuk e kanë asë një mirë njohje. Mas flasmi për certifikata, sepse certifikatat i kanë do njerëzve që janë kundërshtim me luftën. E këto e thamë, këto para kamerës e thamë edhe para ku dorë. Certifikata kanë marrë njerëz që janë kundër UÇK-s, kurse këta që kanë kontribuar UÇK-s nuk kanë qenë, sepse unë me pikë kam qenë pikën 2 që është në zonë gati në rëdime atje, kurse kjo ka kontribu kanë të shtabi me nanën teme, me motrën, edhe me grunë e Hoxhës, me qike me re. Na kemi qenë 3 vllazën, 2 jemi veteran, një është invalid i luftës, të Hoxhës janë 2 veterana, edhe për që di asë një fjallë nuk flitet për këto 2 familje që kanë kontribu, sepse të 2 familje kanë pas 5 monë shkojnë në luftë, edhe 6 femne kanë pas kontribut të shtabit, në shërbim të shtabit, në veshmbathje në ushqim, për që di për këto 2 familje kur nuk fletë zona operative në Rëdimës, kur nuk flasin politikajt e komunës Ferizajt, asë mas flasim për ma gjatë. Sepse nëse nuk fletë ai që ka hongër bukë për dorëve të shoqës time, atër shka kemi me full më shumë. Kjo është një diçka me ta hongër bukën dhe me ta pështuj sofrën, ata e din kush e kanë bërë këto. Kur nuk ose vizitu familja jonë, kur nuk vizitu shtëpia tonë, për njerëzit që për 2 vite rresht gati për sa ka zot lufta, kanë qenë pjesë e odave dhe pjesë e shtëpisë. Për që di që e harrun këtë vend. Për që di ju e harrun këtë vend. Bile kapi tyne që i veç nëse pyet, thot mu kam qenë 20 milion, se për ndryshe kur si kujtohet, ku ka jetu edhe ku ka nejt. Jo me kujtu besoj që ju kujtohet, për ndoshta... Ju kujtohet kur s'kanë kohën e votave, se për ndryshe kur të në topi nuk ju kujtohet jetë. Aty një kujtohen kur kanë interes, me arë sepse ne jemi si beg, si familja bege, jemi dikon mbi 350 shtëpi gati. Kur është interesi, ju kujtohet gjithçka. Mirë, për në moment që kalon dita e votimit, na jemi po të njëjtit për 4 vite ose për sa gjatë, jemi të harruar. Pa mundesh me na tregu pasi Bajram pak ditën kur e vendosëm me i vesh uniformën e UÇK-s. Patjetër se po. Ditën e masakrimit në familjes Jashari. Në mbrëmje u qitë në televizion se në prekaz u kallën 20 e diçka shtëpia u fletke, po foli për lajmet që dhoshin atë kohë sepse lajmet ishin cenzuruar, ishin mbi qyret serbëve. Po megjithatë u dha që në prekaz u kallën 20 shtëpi dhe në vro 56 terrorista. Edhe ne deri sa morëm vesh se shkallë fjalla, kush on fjalla, sepse ne ditëm që kanë lindë, sepse unë në 1941 kam qenë pak në vijat atetarizmit, po jo në atë nivelin e familjes Jashari, sepse ne kemi qenë në mbulu me njerëz me tradhtar. E ku ka aty ku ka shumë tradhtar është problem me dominu të rimëria. Edhe mas me zotë shumë, kur e dalë fotografia por, video e por, se në Kosovë ekziston në UÇK-ja, është një kolon dhe komandantin anash i prin me ata njësinë speciale. Me atë ditë, unë jam përshëndet me nanën tem edhe vllavi vogël edhe mi shkuj mi vesh në pjesën e Bodakovës. Na nuk jemi vesh një zers. Shumë njerëz thonë po ju jeni vesh sepse ju ka ardhur lufta në shtëpi. Jo, nuk na ka ardhur lufta në shtëpi. Ne kemi shkuar në lufta nëna kur këtu parë ka ishin kompanjollat e serbëve, policia serbe arshin deri këtu te shitoria, që kjo ka qenë shitore. Deri te shitoria ne ishin ka 5-6 orë, u ktheshin kur doishin. Këto konë zona e pa siguruar hala. Me 16 korrekt në 98-ën e kemi martën e zesin, mas një kohë do mund që jemi konë ushtarët Bodakovës, zonës Bodakovës anëna, e kemi marrë zesin me 16 edhe në ka vra
ushtari pari i Zesit Nazmi Osmani. Me 8 jemi kthy në pikën në Papaz. Jemi kthy, jemi riorganizu dhe me 18 jemi vendosur se kur se kemi lëshu Mojezesin deri në ofenzivën e shtatorit ku na ka sulmu me 2-13.000 forca, na kemi qenë numër shumë i vogël, 300 në krahasim me tash që 65.000, atëherë kemi qenë dikon afër 300 ushtarë në Zers. I kemi përballu për 33 net rresht dhe janë vrarë këtu, kemi veteranë që janë vrarë, kemi dëshmorë. Kemi edhe në Cevit vrarë, kemi edhe plagosën, një për ty nërse dhe lave jemi plagosën, por që këtë po punojmë privat, asë njësë jemi në punat shtetit, asë një nuk marrë me diçka, unë e marrë një pension stash, që rritë 204 euro, 170 euro kemi pas për 15 vjetë. Po presmi ditë më të mira. Po cila ka qenë sfida më e madhe që i kalu gjatë luftës si ushtari ju që pesë? Sfida kemi pas për unë të treguva në fillim që nuk kam qenë 5 ditës po në pikën 2. Sfidat më të mëdha kanë qenë e për mu mi nxjerr të plagosnit kur në kanë vrarë disa shokë në pikën 2. Si Sidi Sideo, si Nazim Terzeu, si Nehat Vishi, jo Nehati, jo më falë, Bashkim Vishi. Bashkim Vishi se Nehati është njëri për aty që më ka ndihmu me Bart kurse Sulemani plagosën. Vllazët Sulemani janë vrarë për 1 orë 15 minuta mes, po nuk kanë qenë në njëjtën pikë, kanë qenë pika ndryshme. Kurseli kanë qenë pikë me mu, Bajram Sulemani ka qenë pikën 1, domethënë pikën 2, ata në pikën 1. Dhe në ato kohë u plagos ranë kurse Sulemani si në ka vdekë rrugës dhe me dytru me varros, me gurë, me çka kemi mund sepse ishte e pamundur diçka më tepër më bë. Sfida kanë qenë, na kemi pas për të sfida sepse pika 2 sulmu për çdo ditë. 6 pika i ka pas fshoti, pika 2 ka qenë pika më e rrezikshme. Sepse na kanë sulmu për çdo ditë se na kemi qenë në pjesën e ndërtimës. Ata dojshin na largu neve për aty që më honë ma të lirë me ecë ata për rrugën kryesore, na i pengojshme kanë herë. Dhe aty kemi pas probleme shumë. Kam shok pikës 2 që kanë qenë të pjesët Kaçanikit, mos i harrojnë në Serhasin me dorën plot kam shok të Kaçanikit që për momentin me emnës nuk i duhen, po me pseudonime atëherë, sepse atëherë emnët o konë ndaluar po të arrepsisht me. Jo çfarë nufke keni pas gjatë luftës? Po mu ma kanë lënë shok se i bajsh ato vizitat shpeshta pe fshatit Papaz, pe Budakuvës e një Zers, edhe komandanti Mirilazi, komandant Ferri, kur thoi ke ka vëzhgoje, mas kanë orë policia dhe sa kanë orë dhe shka po bojnë, ku po rrinë, mas po arrestojnë e kanë. Asha me djallë në Ozës, me Shim Sebegin, që tani është i ndjerë, ka vdekë shumë mirë, nga i ndyra, të një smundje dhe ranë që shumë. Edhe vinëm deri këtu për mishetore këto dhe i shikojnë nivën e policisë në rrinte, sa rrinte dhe shkon të se nuk ish me leje me gjujt, sepse rjezjes ishte i pamvolum. Edhe këthenëm shkonim, kur shkonim të rriqonim me ato informatat, halos keni shkua, për ne banë komandant, halos keni shkua, tash jo ne keme krytëm edhe u këthym. Si struja, edhe mu ma lanë shok struja, dhe me diçka e shpejt. Tash, po qysh është jeta pas luftës? Është i njëjti Bajrami qysh ka qenë para luftës? Nuk jam i njëjti. Jo, nuk jam i njëjti sepse përveç kontributit edhe lirisë që kena pru, nuk jam i zhgënim që si në të ditë me gëzu. Nuk jam i njëjti sepse nuk jam në disponimin që kam qenë, nuk jam në vullnetin që jam, nuk kanë orë ato pritura që kam qenë për mu, nuk janë realizu absolutikisht. E qysh e keni menu liri? Unë e kom menu një liri me një popullat vedisume, me një popullat që nuk ka me harru kur të kalune, sepse e ka qenë një kalune shumë e ramë, sepse në historinë shqiptarëve nuk mohet men një ushtri që ka linë për gjirit popullet dhe fiton një luft, nuk mohet men. Ne patëm fatin, kuptohet, me ndikimin edhe me zhvend ndërkombëtar, por mas të ishim i na nuk ka është ndërkombëtar kur, sepse është sigurisht e rasti që thotë fëmia
pa qajtë nana si afrot me onë gjijë dhe neve, na e banëm punën tonë që mesim me pasë me në vafruan. Po, jam i shgënim sepse në kohën kur veni do të me lullu, njerëz do të më shkollu, e shqyqari listën në pisa venin e funit, në zanësit tonë. E shqyqari arsimtarët, kur dikur kanë punu pa asë një cent, pa paga, sot janë gjende me hinka 3 muaj në greva, nuk punoj pa pagë. E kuptoj, shumë drejt kanë, po kur mësuesi punë në zëtë me nalë. Sepse është i betun me nëndinim, pse për s'ta ka kry fakultet me shkep dijen, mësuesi do të me shkep dijen. Jo, mu më tek mu e kufizoj dijen edhe i lo analfabetat pasarsit. Gabimi maj malë. Gabimi tjetër që janë më trashanek të politikajt, që këtë luftën e bojnë, nemën të adhev, nemën të luftës, nemën publit, edhe kthehen e pasunojnë vetë vetën. Do hon nuk ljonë sent pa dhonë në opinion që na do të bojmë këto, do të bojmë këto, kur ta marrë barazimin në fond del, aj dhe familja tina barabart me miliona. As një veteran, as një invalid, as një familje, as një gruën e veteranit, as një fëmijën e dëshmorit, as një fëmijën e veteranit, nuk e sheti në atë gjendje në sipërfaqe kur gjinën ata fëmija tyne. Po, kështu tash po du m'ju pyet edhe për fillimet e juve si shoqëri bashkë, që shkeni fillu me bisedu? Se pak rrethonat nuk kanë qenë shumë përshtatshme, sigurt keni qenë shoqëri e mirë një herë, pastaj. Saktë. E këmë zgonë në falë. S'ka lidhje. Po thëmë drejten, unë isha rreth 28, dhe për që di e kam një shok shumë mirë e kam, në javën e veseli, ka qenë instrumentalist me mu, unë edhe mu kënu edhe solist kam qenë, pa i kanë qenë instrumentalist i mirë edhe ka qenë edhe artistik, edhe bile shumë interesant, në para 2-3 dite, kështë e haj, edhe po më thëta, atë këturë që më ke thonë, thash, falë, ta më ke pas thonë, që se i bajtë 30 jetë, pa më martu me vajtë shqiptare, kur mos marrë shqiptare. Po shumë e vërtet. Thash, e di që këmë folë veç me ty, tha përbesa me mua, dhe që të imi kënë të bi kafe, thash, qa të imi kënë të bi kafe. Po më kishë i hup, nuk e, sepse ishte rrezik, neve kemi pas problem shumë me shoqëni, ne kanë ty instrumentet policia, ne kanë reje, ne kanë pëndjeke, ne kanë shpallë kërkime, edhe me kënu kënë ndalume, kemi përjetu shumë. E do me thonë juve dashnia për ardheun edhe talenti për muzikë kanë qenë disa pika që na kanë afru dhe në pikin e. Tana ne si shoqëri që kur hap për herë të parë, ka qenë një shok jemi, që tani e kam shok sepse në atë kohë nuk e kam njoft, po kam qenë delegat i forumit rinjor këtu në shat. Edhe në Ndegës, atëherë konë Lëdëkëja, s'ka pas jera parti, jam konë delegat, edhe ku shkëshën takimin Farizaj, ishte edhe kjo për lozën e vetën në pejtë softave. Ta në mojshme mbledhet edhe raportojsh me sukseset për pajtimin e gjollëseve, i bisedoj, si raportoj ke për pjesën e vetë, shka ka kontribu edhe arritit e fshatit vetë. Edhe një për aty një për thotë që nëse keni talent për muzikë, është hap një shoqëri, kulturë artistike shtos naturin Farizaj, dërgoni, qoni edhe këndojnë sepse edhe përmes këngës është trajnëria dhe i kontribon adheut. Unë edhe po që ishi, me një minjuft, me robën një minjuft në të kuvesh në rrethona politikës. Edhe unë po që ishi, po thot Besim Zëmberi, tha, pse po që ishi tash po në vetë, marrë kënaj. Thash unë pasa më shkuj pori, thash ta në kush dhja më smije. Edhe jemi shku në shoqëni, e kemi boni shoqëni bukur për një 10-15 anëtarëve, edhe tash për më morë vesh qyteti dhe rrethe që ka shoqëni në Farizaj, ekziston një shoqëni, se kanë qenë kastriat kanë qenë, po që shoqëria e dytë në Farizaj është shtatë statori. Ta në vjen harmonia ma vonë, vinë shumë, për shtatë statori është në celullat para. Edhe hapëm audiciunin e parë për pranimin e anëtarëve të ri, u lejme unë shumë, mbi 200 anëtarë, o do kemi bon përzgjedhjen e më të mirëve,
Edhe rrallë ishte në mesin e tyne, në atë ku pa hide, se të shkon hilja ma herët, kështë një e ka shtimet një shumë, po jo, edhe pse kam qenë kryetar komisionit, po jo, kanë kaluve që ata që kanë mujtë me kontribu me dhomë diçka ma shumë, edhe po, aty të këndu, të ndimu gjithmonë, sepse më natë që ishim atë vjetër, do kemi ndimu ma të rritë, si edhe ajo në disiplina ka qenë maksimum, jo mesatarisht, po ka qenë maksimum, sepse në shoqërinë marrana nuk kanë leju më bos. Këtë çka kemi bo tinza shoqërisë jashtë, edhe në shkoj më abeti, na për që fjallë që thash më hajë bisedum, në lidhëshin ato planet tona, tjetës. Sa vite keni qëndru shoqëri? Dikon afër 3 vite. 3 vite shoqëri, a u ka marrë? Ja, shoqëri, shoqëri 6 muaj, 1 vjet çto. Jo, ma shumë. 91, deri në 96 kur jena martu. Po më në shoqëri. Ja, për 6 vite, gati për 6 vite ka shku shoqëria. Ata ka marrë që keni fatin me u martu, me kriju familje bashkë në ato fillimet e juve? Po, kur e kemi fillu temën, unë kam qenë iniciatori. Po, unë kam qenë iniciatori. Në kemi kalëzë original. Edhe, po bre, thamë original, edhe për thamë, te shumë po ki besim në mua, ti se, ku ne esha unë kjo vike, pash interesim në sona, pa e shprej me gojë. E pash interesim në sona, me qenë se edhe kjo sigurisht e ka vrejt të kone. Edhe për thamë, ma si qike e urtë për duke, qike mirë, për du me ta gjitë. Një djallë thash që, prafërsisht, në gjallë mu, edhe është i të fliqanit. Po, a unë të fliqan e këmë ditë që ka lipjani, po për që ka kasuari ka kur se isha ditë. Dy të fliqana ishin, një ishin pejsuari kësi dalë, që një ishë të hinë lipjan. Edhe kjo të mëngu me vëmendje edhe po thëtë, që ta qështë që ti edhe që ka që mirë, thash pëse ka që mirë, thash shumë i mirë për të ukë. Edhe e ka kuptu me të parën, tha s'ka problem, tha nëse ti thunë s'ka problem. Pak reklam qumshtit dhijës. Edhe kemi hien tema, kemi bisedu, nuk kemi pas në masi tema, jo atle baba, jo atle nana, jo ti aji për po, unë jam për po, i kemi bo 2 pojet bashkë edhe nuk ka pas fuqi që i zhjith. Kjo ka pas pak problem. Kjo e flet për problemin e vetë, sepse nuk du mja imponu as këtë po atëherë ka problem, sepse mbi 30 vite martes ati, domon është një ka qenë një histori ndryshe, edhe i kuptoj, edhe pse edhe unë kom pas motra. E vërtet, po. Po, çka me bota tash, me gjithat kur rëzohen, edhe ju ka shkon jeta mirë, du të më pajtu dhe bile du të më përkra. Se edhe vojzat e mija i kanë gjithë vetë, edhe i kom përkra të enë maksimum. Kja të regon për pjesën e vetë, se s'po du me. Qka mendove kur janë isi në fillim shkëndijat e para? Po, në me fjallën e parë që më tha për një shak, unë e veç e kuptova, dhe ta manë punë. Markeran, shoqës, që pe thonë shoqës. Që pe prish shoqënin të në, dhe ma mirë nëse s'don, më propozoj si për një shak dhe me ka të. E, të unive pa keq, nashta me pas menu që për një me u kone vërtet që për shoken. Jo, se unë e kuptova me fjollën e parë edhe dita që Seriozisht e ka kuptu shpejt. Për veti, edhe thashani dhe, kur pelona me dollë, tha nesër kismet. Thashani. Edhe të nesërit u takum prap në njëjtin vend. Në smurt, ja? Jo, ke ambulatoria Galebi. Po Galebi po në ambulatoria mana të moda. Thash ku i ki shokin, thash halos ka, thash që thash ti vjen? Se une kesha dhe disha ta man, t'ja kërku shokin ku unë. Thash që thash ti vjen. Edhe po kesh, tha ku i kuptua, thash po i valojmi një herë, thash si ke thonë për një shak, thash e dita ku mua beti, po. Edhe që nga i moment, do me thonë, jo gjithmonë keni qëndru vesh. A, po. A diti kemi bo marrveshjen, kemi folën, nuk e beson, po mësë më besua së opinioni, atëherë kemi parapo një tarme, që kena me posë shumë zashme, po kena me posë sukses. Shpijet para lufti kemi posë kënë ngurë.
se të marruni për babës tem në dies post, shtëpia vjetra, kushtet për jetesin konë dapta. Dapta, kemi, edhe pse kështu kemi pas një korty, se kemi mbjetu, po me gjithatë shtëpia, se shtëpia nuk kanë mujtë as më riparu, se gurë, nërë qëtë atëherë konë me loqe, me shkajnë konë me foshe zeza, edhe ne kemi parapo që kemi me po sukses një ditë. Dhe unë e kjo, edhe djemë të që kemi arrit me po shtëpien të madhe, të mjaftueshme për një familje të madhe, jo për një familje të vogël. Kuptohemi, 5 dhome kam natë për 3 djemë të 2 vozët e kanë dhomat e veta natë. Ne kemi katën poshtë me sallane, me dhomën tonë, me banja, me këtë kushtet për jetesë, sot i kemi tip top. Sot, kallën Zoti, kemi edhe shëndetin, po mujmë edhe me punu, edhe me, mas me nejtë, mas më konë pasit, i kemi një kopet dhive, kemi një tufë këtë gjithë mirë të pulave, kemi edhe një tufë gjela vdeti që bjetë të thujnë, qurave. Qka është nga me rëndësime të cekër sa dhe dashnia po vrejt që është si... Dashnia është e sinqertë, ja, dashnia është e sinqertë, dashnia është e sinqertë. Asë njëherë, për 30 vite, asë njëherë nuk u lohot. Asë njëherë nuk u lohot, sepse mas marrveshjet duhet zgjidhen. Nuk gëzojnë asë njëherë me prunë në rrezik, një diçka që ka kontribu për 30 vjetë. E vërtet, po. E sot, për fat keq, për një kafe. E çfarë mesazhi kish i dash me u dhënë çiftet që po ndodhin edhe shumë divorce nga jo si një çift? E kam dhënë edhe në një emision që tash që kem frikë. Për ja për sot, po për ja për çdo ditë, sepse tri duhet të kenë kujdes. Duhet të kenë kujdes të madh. Duhet ta kuptojnë fjalën dashuri se çka do të thotë. Nuk ka mundësi e shoh një vojë në Facebook aty thotë e gjeta dashninë e vërtetë. Edhe unë vjen mirë për momentin. Kur ja bën pyetjen një gazetor, është thotë dashuria e parë thotë është e 17-ta. Për që di, unë një jetë nuk isha një, edhe pse mua afër moshës 60, unë nuk isha një që për çdo ditë lindin dashuri të reja. Mund e lind dashuria për natyrën, sot, nesër për bimën, mas nesër për një frut, po, për një shtaz, për një shpez, mund e lind dashuri të ndryshme, po dashuri të njëjtë. Unë për veti një kemi, edhe që ta dataruj që synë të bollet, me mundësi që kam, e tri dhe ta kuptojnë se dashuria nuk linë për ditë ato dashuria në të rreme, sepse dashuria njerë vërat dhe plaga kur nuk shërohet. Edhe jo 17, po dhe 170 dhe ti në gjanë dashuri, sepse plagën së në shëron. Ato janë fjallë goje, ato janë ajrë, që delë dhe nuk e ka të vërtetën, sepse dashuria e vërtet e përballon. Dashuria e vërtetë është kur e përballon partnerin tanë për një gabim. Të flasim gjithmonë jashtë tradhtisë, sepse tradhtit nuk kanë kufe. Tradhtit nuk kanë vogë me qitë me thonë, pas ka tradhtu pak, nesër në ashtë nuk tradhtojsh. Tradhtia është tradhti, ndesh e vogël, ndesh e madh, tradhtia është tradhti. Por, me thonë, s'ma qiti një kafe unë dajtom, së merë me kohë unë dajtom, s'ta du babën unë dajtom, s'ta du nanën për ndomi, o ata mu. Duhet me kuptu edhe femnat që edhe ato kanë baba nana. Nëse nuk ja donë babën a nanën e djallit, a mund edhe djallit njëjtë mos m'ja dosh babën a nanën e vajzës? Këto duhet me kuptu, që mund m'ja kthyen asnjëherë as njëjtën. E cila o jetë aty në paprind, atëherë cila o merit aprindë që erdhën ata din që ditë. A i pas kanë rrit ata me lëndu? Prind janë të lëndu më bollë me moshës, sepse mosha një plagë që vjen të tranu dita ditës. Po fëmija janë ata vetëmit shpresat, vetëmit mjek që të mund me shëru plesnin janë fëmija. Edhe tash fëmija qohen, e morën një femën, për një femën ja këta shkelmin prindjet, e qëtë pishpijes, e lënë rrugë. Nuk është në rregull. Nuk është në rregull. Kulturën
që janë të morë sot rinia sotit, më vje keq edhe le ta kuptoj njerë për gjithmonë, këtë kulturë kanë pas vetëm 2 shtete. Polonia, Moldavia. Le të hinë historikisht le ta shohin kush o konë Polonia, Moldavia, edhe besoj që i kom ndiku mu tërhik ta për kësaj kulturë, sepse kjo kulturë nuk ka moral, nuk ka ndjenjë, nuk ka... Ku qonë jetën e ty në s'ka përpara? Ka vetëm aty për aty, desat për ndishka, desat drogohet, desat... Edhe më për nesën nuk menon. Qifti mirë, një vajzë mirë, një djalë i mirë është ai që menon për të ardhmen, që menon se si me kriju një familje, ç'në është. Që ata janë, nuk ka të ardhme të dalë të drogu në rrugëve, të morë alkohol në rrugëve, të dalë të thyë, të vjedhë, nuk ka është të ardhme ajo. Ato të ardhme këtë përfundojnë me vdekje, me vrasje, me vetvrasje. Qysh edhe veç po përfundojnë kohën e fundit. Po shihet kjo, po shihet, nuk do koment kjo. Kjo është, nuk i, mas pakti ka taku rinisë kosovare. Mas pakti në ka taku neve që kemi kalu një etapë të jetës me qindra vjetë. Të fillu për Osmanëve, Bugarëve, Italianës, Slave. Sot për herë të parë për kanë shansën më konë. Falë Shqip, merë frim Shqip. Edhe shkojnë e kanë morë edhe gjuhën e huj, edhe ajrin e huj, edhe kulturën e më të keqën nga shkojnë kanë zjedhë. Të posë mësi merë kulturën gjermane, merë kulturën slovene, që ku i kemi slovent. S'ka popull në botë me kulturën më të mirë se Slovenia. Unë kom punu edhe në Kroaci dhe në Sloveni, unë kom punu edhe në Austri dhe në Gjermani. Kom vizitu, s'po ku bile kom qena për tu. Kulturën e Slovenisë nuk e ka një shtetë në botë. Shtetë më civilizuar, më të kulturun, sloven. Be, thamë me shpirt, sloven. E du popullin tem të ketë kulturën e Slovenisë, të ketë shtetin sloven. Jo... që kemi lanë këto vetit e këqia, si rinit pak të mundohemi me... Me shpresën më të madhe, se do të... Çdo sa që rritë shpejt edhe me vdes shpejt, kështu që kultura do të me lind, e pastër edhe më rrit, e pastër. Kulturat e huja, janë të huja, për shtatë thuhet e huja, ajo shka është e ju t'ja kultivoje, trashëgoje, edhe rruje, sepse as kështë jetës mund me të rrujtë kulturën tonë. Pse nuk më bëhen Gjermanë shqiptarë? As Kosovarë. Pse nuk më bëhen Slovent Kosovarë? Zbohen. Sepse ka kulturën e vetë, a e mërën kulturën e vetë. Ku do të shkanë Sloveni, ku do të shkanë Gjermani, ku do të shkanë Amerikani, a e fletë gjuhën e vetë e ma kulturën e vetë. Shqiptari shkanë Sloveni, i bani vjetë këtë këthejet, gjysë një fjallëve t'i furë slovenisht, e suedishtët i pasë harru Shqipen. Për një vit, që të harru në Shqipen. E vërtet kjo, po rritim pak mene, po bon kështë për harrojnë gjutë, kështë adojshtë edhe një mesazh nga bashkëshortja juve për qipët dhe reja, me qenë se ju kemi qip të shambull. Faleminderit. Unë ju kisha thonë rinis që dashnin le ta marrin si prioritet por e jo dashnitin politit. Se do po menoj që dashnia bëhet ose mohet me internet, me telefon, jo. Le t'i lënë amash internetin e telefonin, le ta kanë dashnin realitet, taman dashni. Edhe nuk besoj që kanë me dështu asnjëherë. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit juve. Faleminderit për juve.